Përshëndetje të dashur dhe mirëserdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim së bashku mësimin numër 10 të nivelit A2 të gjuhës angleze. Do të ndalemi të paktën tek këto dy aspekte. Word order in questions, mënyra se si radhisin fjalët në pyetje, dhe question words, fjalët pyetëse. Disa nga këto aspektet e kemi parë tashmë që në nivelin e parë, disa gjëra do t'i rishikojmë dhe do shtojmë disa aspekte të tjera. Le të fillojmë. Shikojmë pak pjesën e gramatikës. Question, word, or phrases. Okay? Kur kemi të bëjmë me foljet e tjera, kemi thënë që në fillim, pra hiq foljen B, hiq foljen jam, në fillim do të kemi auxiliary, ndihmësen, pastaj subject, subjektin për të cilin po flasim, dhe folja që do të jetë në formën bazë të saj, base form of the verb. Okay? Dhe kemi dy shembuj. Do you live near here? Vini re, kemi do, pastaj you, pastaj live, pastaj near here. Pjesa tjetër për momentin nuk na intereson. Pra jeton këtu afër, ose tjetra, does your father work? Kemi does, ndihmësja, pastaj your father që është subjekti, dhe work që është folja. Okay? Nëse do kemi fjalë pyetëse, fjalët pyetëse kujtojmë edhe një herë që do të jenë të parat si what do you do? Çfarë bën, sidomos kur pyesim për punën? Where does she live? Ku jeton ajo? How do you spell your name? Si e gërmëzon emrin tënd? Besoj se është e qartë, por kujtojmë edhe një herë që kemi të bëjmë me pyetje të cilat përmbajnë fjalë pyetëse, nuk mund të përgjigjemi me yes ose no, sepse po na kërkohet një informacion specifik. Okay? Tani mund të ndodhi ndonjëherë që përveç fjalës së pyetëse vet, të shtojmë edhe një ose dy ose disa fjalë të tjera, të cilat bashkohen si shprehje pastaj me fjalën pyetëse. Prandaj ato do të jenë gjithmonë në fillim. Okay? Këtë thotë edhe për kufizimi këtu thotë we often use question phrases with what and how. Zakonisht do t'i përdorim me fjalën pyetëse what dhe how. Për shembull, disa prej tyre mund të jetë how many, okay, kur duhet të pyesim për sasinë e gjërave që numërohen, what color, çfarë ngjyre, ose what size, çfarë mase, what make, çfarë bën, what kind, çfarë lloji, what time, çfarë ore, dhe kështu me radhë. Pra, nëse në ndodh që të kemi shprehje të tilla, pra dhe jo vetëm fjalën pyetëse teke, të kujtojmë që të vendosim të gjitha së bashku në fillim. Për shembull, shikoni pak këtu në të dhjetë dy shembuj. How many children do you have? Shkojnë së bashku si shprehje. Në fillim, pastaj do, pastaj subjekti, pastaj folja. Pra, sa fëmijë keni? Ose what kind of music does he like? Çfarë lloji muzike pëlqen ai? Okay? Tani, për sa i përket foljes B, folja B tham që ndërtohet pak më ndryshe nga foljet e tjera. Nuk ka nevojë për një ndihmëse. Shikoni për kufizimin këtu, ju lutem. Word order in B questions. Remember to put B before the subject and question word before B. Okay? Pra kujtoni që ose radha e fjalëve në pyetje me foljen B. Kujtoni të vendosni foljen B përpara subjektit. Dhe nëse kemi fjalë pyetëse, ta vendosim përpara foljes B. Okay? Is he Italian? A është ai italian? Where are you from? Nga ku je? Ose what's your name? E shikoni? Folja B me ngjyrë blu të errët është përpara subjektit dhe në dy rastet e fundit kur kemi fjalë pyetëse, e kemi vendosur atë përpara foljes B. Okay? Vazhdojmë më tej. Të shikojmë disa raste të tjera. What phone do you have? Çfarë telefoni ke? I have an iPhone. Kam një iPhone. How old are you? Sa vjeç je? 22. How many brothers and sisters do you have? Sa vëllezër dhe motra ke? I have 2 sisters. Kam 2 motra. Which do you prefer? Saturdays or Sundays? Cilën preferon? Të shtunat apo të diellat? Saturdays, të shtunat. Në të djathtë lart, when do you have English classes? Kur ke orë mësimin anglisht? On Mondays and Wednesdays. Të hënave dhe të mërkurave. Kujtojmë edhe një herë para fjalën on, kur themi në filan ditë, do vendosim on përpara ditës së javës. What kind of movies do you like? Çfarë lloj filmash të pëlqejnë? I like old Italian movies. Më pëlqejnë filmat italianë të vjetër. Where do you live? Ku jeton?
downtown, në qendër. Who's your favorite actor? Kush është aktori juaj I preferuar? Tom Cruise. Why do you like him? Kërkon arsyen tani, përse e pëlqen atë? Because he's very good looking. Mungon një fjalë se nuk dallohet, është good looking, sepse ai është shumë I pashëm. Vazhdojmë tej. Atëherë, të shikojmë pak disa informacione personale, a personal profile. Nëse të na duhet të ndërtonim një profil personal, ndoshta për shembull në një rrjet social, dhe të na duhet të vendosim disa nga të dhënat tona personale, okay? Për shembull, në fillim mund na kërkohet name and photo, emri dhe fotografia, my profile, profilim, hometown. Hometown do thot vendi ku ne jemi rritur. Ndoshta edhe kemi lindur, por në përgjithësi frohet më tepër ide si jemi rritur në atë vend. Si thot ky personi konkretisht këtu, thot I am from Toronto, but I live in New York City. Pra tregon një herë hometown, ku është rritur, dhe pastaj tregon se ku po jeton për momentin. Pra unë jam nga Toronto, por unë jetoj në New York City. Occupation. Occupation është një fjalë tjetër që ne përdorim për punën, për me idenë për punën profesionit. Okay? I'm a graphic designer. I work for an international company. Pra, jam I graphic designer, unë punoj për një kompani ndërkombëtare. Pra, internationally, ndërkombëtare. Languages, gjuhët. I speak English and a little Italian. Unë flas anglisht dhe pak italisht. Interest, intereset, kuptimi që hobi ose çfarë të pëlqen të bësh. Music, në lidhje me muzikën, I like pop and rock. I don't like classical music or jazz. Tani, po të na tregon disa rryma muzikore që pëlqen dhe nuk pëlqen. Unë pëlqej pop dhe rock, dhe unë nuk pëlqej muzikën klasike dhe jazzin. Films, movies, filmat. I like American and Japanese movies. Më pëlqejnë filmat amerikan dhe japonez. Kalojmë në të djathtë, në lidhje me TV. Okay? Kur themi TV, televizori në përgjithësi, mund të përfshihen serialet, lajmet, ndeshjet e futbollit dhe kështu me radhë. I watch the news in the evening and soccer on the weekend. Pra unë shikoj lajmet në mbrëmje dhe futboll në fundjavë. Sports, sportet. I play tennis and I go to the gym. Unë luaj tenis dhe shkoj në palestër. Përdorimi tani I lidhësve and, but, and, or. Në përgjithësi, heq rastin e or që mund të ndryshoj pak, and dhe but ne përdorim pak a shumë se si përdorim në shqip, okay? And me kuptimin dhe, but me kuptimin por, sidomos kur lidhim dy mendime të ndryshme, dhe or mund të marrë kuptimin ose, mund të marrë edhe kuptimin dhe në formë negative në disa raste. Pra duhet jemi të kujdesshëm në kontekst. I speak English and a little Italian. Pra ku duhet të shtojmë edhe diçka tjetër, si themi në shqip. Pra unë flas anglisht dhe pak italisht. Okay? Kurse kur duam të bëjmë kontrast, do themi but I speak English, but I don't speak Italian. Ja, unë flas anglisht, por unë nuk flas italisht. I don't speak English or Italian. Ja, këtu do na duhet pa kujdes. Or, ne në përgjithësi e përdorim me kuptimin ose. Okay, dhe në shumicën e rasteve me këtë do përdorim. Por në formën negative, ne në shqip nuk përdorim ose, zakonisht përdorim dhe. Për shembull, nëse ne do thoshim unë nuk flas anglisht dhe italisht. Okay? Nuk themi unë nuk flas anglisht ose italisht. Edhe mund ta përdorim, nuk është shumë e gabuar, por zakonisht na vjen më mbar të themi dhe. Okay? Në anglisht nuk do themi I don't speak English and Italian, por do themi I don't speak English or Italian, për të treguar që nuk e bëj këtë dhe nuk e bëj këtë në rast se nuk flas anglisht ose italisht. Okay? Atëherë, pastaj kemi e.g. është shkurtimi for example, për shembull. Okay, kur duam të japim disa shembuj mbas në fjali. We often use it when we write informally, më falni. Pra, do ta shkruajmë në këtë formë, sidomos kur flasim ose shkruajmë në formën jo formale. Dhe një shembull, I like rock music. Pra, unë pëlqej muzikën rock dhe mund të jetë nevojshme të tregojmë disa këngëtar ose grupe që ne I preferojmë të kësaj rrymë. Për shembull, example, këtu kemi shkruar Coldplay, është emri I grupit, pa rëndësi ka. Vazhdojmë atë. Të shikojmë tani, ti vendosim në praktik
në një bisedë që shikojmë ndërmjet Olivia dhe Kevin, këto aspektet gramatikore dhe shprehjet dhe fjalët e reja që morëm. Okay? Kemi një takim ndërmjet Olivia dhe Kevin dhe kështu do të shikojmë bashkëbisedimin që bëjnë ata. Okay? Është era e parë që takohen. Kemi Olivia e para që flet, thot hi, are you Kevin? Are you Kevin? Are you Olivia? Yes, I am. Nice to meet you. Sorry, I'm late. Pra, kërkon ndjesë që është vonë. No problem, pa problem. You look different from your photo. Ti dukesh ndryshe nga fotoja jote, thot. Pra, kuptojmë nga kjo që këta janë njohur nëpërmjet internetit, kanë parë të dhënat e njëri tjetrit, ndoshta kanë shkëmbyer disa mesazhe, më falni, dhe kanë parë edhe fotografitë që secili ka postuar në rrjetin personal. Dhe duke tani po e shikon nga afër për herë të parë dhe i thot you look different from your photo, pra dukesh ndryshe nga fotografia jote, okay? Olivia nuk do të komentojë në këtë aspekt, pastaj prandaj ndryshon pak temë, thot let's have something to drink, coffee, tea, pra le të pim ose le të marrim diçka për të pirë. Kafe, çaj, si thot Kevin, no thanks, water for me, jo faleminderit, ujë për mua, I don't drink caffeine after 9 a.m. Unë nuk pi kafein mbas orës 9 të mëngjesit. Pastaj vazhdon biseda, shikojmë pak minuta më vonë. Si thot Kevin, I like this place. Më pëlqen ky vend, pra vendi ku kam vajtur. Me too. Mua gjithashtu. Where do you live in New York? In New Jersey, më falni. Pra, ku jeton në New Jersey? Kur duam të dim zonën më specifike. Pra, dim që jeton në këtë qytet, ose në këtë shtet, por ne duam të dim konkretisht se ku, nëse na duhet ky informacion. Si thot Kevin, in Edison, në Edison, near the mall, afër qendrës tregëtare. Kujtojmë edhe një herë që mall është kurtimi i shopping mall, qendër tregëtare. Okay? I live with my mother. Unë jetoj me maman time. Okay? Në versionin britanik zakonisht preferohet fjala shopping center, kur i referohemi qendrës tregëtare. Në të djathtë lart, really? Vërtet? What do you do? Çfarë bën? Me idenë që çfarë profesioni, çfarë pune bën? I'm a teacher, thot Kevin. I teach chemistry. Unë mësoj kimi. Pra mëson të tjerëve. Chemistry, kimi. How interesting. Sa interesante. Yes, it's a very interesting job. Po, është një punë vërtet interesante. What about you? Okay? Kur duam të kthejmë përgjigjen, pra ti ribëjmë personit të njëjtën pyetje që na bëri ne, mund t'i themi shkurt and you ose what about you? Si thot Olivia, I'm a journalist, jam një gazetare. You like the movies, Kevin? A të pëlqejnë filmat? What kind of movies do you like? Çfarë lloj filmash të pëlqen? Si përgjigjet Kevin? Science fiction movies. I like Star Wars. Filmat fantastiko-shkencor, më pëlqen Star Wars. Atëherë, kaq kishte biseda e shkurtër ndërmjet këtyre dy personave. Tani të shohim një aspekt tjetër, showing interest në conversation, në bisedë. Pra, të tregojmë interes gjatë bisedës, okay? Si mund ta bëjmë këtë? Duke reaguar ndaj gjërave që personi tjetër thot. Shikoni pikën e parë, thot, when you have a conversation, react to what the other person says. Pra, kur ke një bisedë, reago ndaj gjërave që po thot personi, kuptohet në varësi të situatës, pastaj të përdorim edhe reagimin dhe fjalët e duhura. Çfarë mund të përdorim në këtë situatë? Ka shumë shprehje, ne do të shohim disa prej tyre fillimisht. Use, përdor. Really? Kuptimi i vërtet? Okay. Kështu që edhe ne tregojmë interes që kemi dëgjuar, tregojmë kështu që është diçka interesante, por në të njëjtën kohë mund ta ftojmë edhe personin që të vazhdojë të komentojë nëse dëshiron në lidhje me më gjatë në lidhje me këtë aspekt. Ose how interesting, sa interesante. Nëse është diçka që e kemi bërë edhe ne, me too, ose që e pëlqejmë edhe ne. Ose what about you? E ftojmë personin të vazhdojë të komentojë. Okay? Dhe të tjera. Bukur. Kaq kishim edhe për këtë video. Jam munduar që shumicën e videove t'i bëj relativisht të shkurtra, kështu që keni më të lehtë edhe ju t'i ndiqni. Normalisht mund të zgjatet pak më tepër niveli, por do të arrijmë të përfundojmë të gjitha. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon e radhës.